Një shtet i vogël me 9 milion banor kundër një giganti me 88 milion banor. Në pamje të parë, konflikti mes Izraelit dhe Iranit duket si një duel i pabarabartë. Për këta numra së paku në këtë rast nuk tregojnë gjithçka. Izraeli ka një nga flotat ajrore më të avancuara në botë me aeroplan amerikan që janë të aftë të godasin me precizitet të lartë. Irani në anën tjetër ende përdor aeroplan të vjetër sovjetik dhe amerikan të viteve 70, të cilët thuhet se nuk kanë guxuar as të ngrihen në ajër gjatë sulmeve të fundit. Sa i përket mbrojtjes ajrore, Izraeli mbështetet te sistemet më moderne përfshirë Iron Dome. Në anën tjetër, Irani kishte sistemet S-300, por një pjesë e madhe e tyre thuhet se është shkatruar nga goditjet izraelite. Ndërsa kur flasim për aleatët, Izraeli ka shumë aleat perëndimor, përfshirë Shebaan, kurse Irani mbështetet edhe te rrjetet e tij rajonale, si Hamasi, Hezbollahu dhe rebelët Houthi. Por këta aleat të Iranit duket si janë dobësuar ndjeshëm dhe nuk kanë reaguar si më parë. Megjithatë, Irani mbetet i rrezikshëm. Ai ka mira raketa balistike dhe mund të godasë si Izraelin ashtu edhe bazat perëndimore në lindjen e mesme. Gjithsesi, secili do të jetë fundi i kësaj lufte mbetet ende e vështirë për t'u parashikuar. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.